Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar, miq të emisionit Med Plus, më mbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Nënat janë gurthëmeli çdo familje dhe përmes tyre sigurohet shëndeti dhe rritja e dëshiruar e fëmijëve dhe e kombit. Kur një nënë është e shëndetshme fizikisht dhe emocionalisht, ajo mund të kujdeset më mirë për fëmijët, të ndërtojë familje të forta dhe të kontribuojë në shoqëri të shëndetshme dhe të qëndrueshme. Sot do të zbulojmë si vizita shtëpiake dhe edukimi shëndetësor mund të bëjnë ndryshimin mes një shtazanie të sigurt dhe një periudhe postnatale të menaxhuar si duhet. Sonte do të mësojmë se shëndeti i nënave nuk është vetëm çështje personale, është çështje shoqërore dhe se të gjithë kemi rol në të. Sonte pra kemi kënaqësinë të kemi në emision 2 mysafire, bëhet fjalë për 2 infermiera të cilët kryejnë një punë shumë fisnike në të mirën e të ardhmes jonë. Bëhet fjalë për infermierën Adelina Puka, mirëmbrëma zonja Puka dhe mirë se erdhët në emision. Mirëmbrëma, mirë se ju gjetëm dhe njerit faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Dhe zonja Teuta Bytyqi, mirëmbrëma zonja Bytyqi dhe mirë se erdhët në emision. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Unë e përmenda zonja Puka se ju kryeni një punë shumë fisnike, unë ashtu mendoj për arsye se me të vërtetë shëndeti i fëmijëve dhe i nënave është prioritet, duhet me qenë prioritet mbi prioritete për gjithë ne, po patëm dëshirë për ata që nuk e di të flasim pak për mënyrën se si funksionon kjo shërbim, vizita shtëpiake, edukimi dhe promovimi shëndetësor dhe t'ja nisim nga fillimi. A ka mundësi të na tregoni pak se si është organizuar apo si janë të organizuar këto shërbime si pjesë e edukimit të nënave dhe familjes në komunitet? Po, atëherë duke marrë parasysh që kujdesi parësor gjithmonë ka në prioritet shëndetin e popullatës, në këtë rast programi për vizita në shtëpi, domethënë e ka vendosur në fokus gjendjen e grave shtatzanës dhe nanave me fëmijë. Ky program implementohet prej kujdesit parësor, domethënë mbështetet nga Ministria e Shëndetësisë, si dhe partnerët UNICEF-i dhe Aksioni për Nana dhe Fëmijë, ku si organizata mendoj se kanë bërë të pamundurën që të ofrohen mundësi dhe të ofrohen kushte që familjet të kenë sa më afër edukimin individual, domethënë të shkohet derë me derë dhe të shiqohet mirëqenia e nanës si dhe grave shtatzana. Benefitet e këtij programi kanë qenë suksese të mëdha, për shkak se në fillimet e para kemi vrejt në fakt që ka pas një rritje të mangët të informacioneve lidhur me rritjen dhe zhvillimin periudhën e shtatzanisë gjatë 9 muajve të shtatzanisë dhe përmes programit kemi bërë shumë promovime, kemi bërë shumë edukime dhe besoj që deri më tani kanë qenë shumë cilësore. Dhe që ajo që është bë ma tepër, domethënë është dalë në fokus ma tepër ka qenë pikërisht pjesa e ushqyeshmërisë së fëmijëve me qumshgjiri. Në fillimet e para thash që kemi gjetë shumicën e prindërve të i ushqy fëmijët me qumsht formul, por ajo që sot na bën me uni krenar me punën tonë, domethënë me angazhimin e programit vizitave shtëpi, si dhe me mbështetjen posaçërisht edhe të menaxhmentit edhe prej institucioneve tjera, na kemi depërtu drejt për drejt të secila familje që të merr edukim profesional të promovohet shëndeti dhe mirëqenia e tyre. Ju jeni mjaft aktive, ju me ekipin e juaj, nëse zgaboj në total jeni 11 veta, Po, është vërtet, jemi 11 është si pjesë e këtij ekipit, kuptohet që jo të gjitha janë këtë kohën të angazhume, apo? Shumë e vërtet, jemi 11 veta në ekip dhe jemi të ndanë në regjione, po unë jam vazhdimisht bashkë me to, për shkak se UNICEF-i ka dhuru një vetur, domethënë donacion, dhe është e mira asaj për shkak se ka mujt me prek edhe pjesë rurale. Domethënë, secilin regjion, secila infermiere përcjell gjendjen e lehonave, përcjell gjendjen e grave shtatzana, po së bashku në ekip atëherë bëjmë vizitat shumë më shpesh dhe kemi një rezultat të shëndetshëm. A mendoni zonja Puka se prindërit e ri
janë mjaftueshëm të informuar lidhur me këto shërbimet, që patjetër duna të them që të gjitha janë shërbime pa pagesë, dhe a duhet bërë diçka në si shoqëria apo si institucione apo si individ që ta promovojë më shumë këtë shërbim? Gjatë takimeve të shpeshta që kemi vazhdimisht me prindërit të ri, gjithmonë shohim disa dilema, disa pikpyetje të ata se si mund të jemi të qasshëm shumë ma lehtë për shembull për me marrë edukim nga ana profesionistëve shëndetësor për rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Fatmirësisht, ky program ka shumë rrugë të qelne për me për me përcjellë dhe rritjen edhe zhvillimin e fëmijës, duke marrë parasysh që kemi edhe tashmë kohën e fundit edhe klasën për prindërim, për edukim shëndetësor, duke marrë parasysh që kemi edhe disa për instrumenteve që matet monitorimi përcjelljes zhvillimi i fëmijës, mënyrat e rritjes. Edhe është e mira gjithë kësaj që së bashku bashkarisht të marrim hapat e sigurt, gjithmonë duhet marrë këshillat profesionale, gjithmonë edhe nga profesionistë shëndetësor. Nuk kanë pas njohuri, kanë pas mangësinë pjesën e njohurisë. Unë e di që kanë përdorur dhe shumë herë dhe rrjetet sociale, kanë përdorur edhe këto praktikat e platformave online, po gjithmonë duhet marrë parasysh që prezenca fizike bashkë me profesionistin shëndetësor i fuqizon ma tepër rreth këshillave dhe rreth përgjegjësisë së rritjes, përgjegjësisë prindërore. Prezenca fizike, kontaktet, komunikimi, edukimi, këto që është i pazaventueshëm. I pazaventueshëm prapë. Zona Bytyqi, na tregoni pak për rolin e juaj në këtë ekip. Po, faleminderit për pyetjen doktor Hektor. Kjo rol, unë në fillim bile motra Adelina, kur është ardhur më ftu për këtë në programin e vizitave në shtëpi, dyqysh nuk e mora qaq se thësha unë jam si infermiere e vaksinimit. Pse milon vendin e punës edhe me dalë në teren. Por kur pash që roli i vaksinimit ishte shumë i rëndësishëm me qenë në teren, sepse ka dhe në vendin dhe sidomos na shkojmë edhe në vendet rurale ku atje dhe prindërit nuk kanë mundësi më ardhë vazhdimisht edhe më informu rreth vaksinimit, kështu që prezenca jonë bashkë me Adelinën ishte shumë e nevojshme për informimin e vaksinimit. Gjithashtu ne edhe jemi të furnizuar edhe me broshurat e ndryshme për imunizim sa më të suksesshëm. Aty kemi vërejt edhe disa pjesë, disa zona që nuk janë vaksinu, disa fëmijë kanë mbetë edhe pa vaksinu, kështu që qasja jonë ka qenë shumë e mirë së ardhur aty, dhe i kemi bind edhe prind, edhe sidomos tash në kohën e fundit për ka shumë edhe informacione të rrejshme në për rrjetet sociale, për flitet gjithçka, dhe krejt kohën e flasin kundër vaksinën kundër fruthit që shkakton autizmin, por ajo është një e nuk është e vërtet. Por derisa këto vaksina janë bërë gjithmonë edhe nuk ka pas autizëm, pse tash me pas autizëm, bile dje e pata një paciente në punë, kur erdhi mi vaksinu fëmin, ajo ishte që stresune dhe tha, qysh mi vaksinu në fëmin kundër fruthit, kur shumë ka flitet për to, që shkakton autizmin. Por e kish pas vetë më herët profesionistin shëndetësor, pediatrin, kish thonë me një herë me shku mi vaksinu. Ku thash, po, shumë mirë të ka thonë, pse me pas autizëm, ju ma shumë frigohi nga telefoni, se sa nga vaksinat. Zakonisht këto nanat e reja për shkak që jo pse nuk janë të informunase, po e kanë bo si tradit. Me njëherë telefonin mja dhonë fëmis, mja vetëm për përqëndrohet në telefon, edhe ato normal që telefoni të orienton vetëm në qatë pjesë, atyre fëmija nuk është i fokusu në pjesë tjera. Tha, mu më pëlqej që ka thënia jote, tha, duka mi bo si logo, ma shumë frigohi nga telefoni se sa nga vaksina. Pjesa e vaksinimit në programin e vizitave në shtëpi është e detyrueshme që të edukohen edhe familjet. Për atë arsye dhe të uta bashkë me ekipin tonë, është pjesë e ekipit,
edhe vazhdimisht i japim informacionet e sakta të bazuara dhe të rekomanduara nga organizata botërore shëndetësisë. Do të thonë, përveç se tha dhe të uta që zakonisht marrin spekulimet që është u shkaktu problematikat, po gjithmonë prej profesionistëve shëndetësorë, do të thonë në studimet në vazhdimsi që i shqyrtojnë dhe që i marrin, nuk është shkaktori që është të dhonë problematikat e sistemit mendor, qofshin ato prej autizmit dhe të ndryshme. Kjo ka fuqizu hala ma tepër që të edukohen secili në mënyrë individuale dhe të spjegohet dhe të binden familjet që nuk shkakton problematik vaksinimi. Do të thonë, kjo është thelbi kryesor i pjesës së vaksinimit direkt në programin e vizitave në shtëpi. Po, da. Është shumë e rëndësishme kur takimi i parë me prindrit, qasja qysh duhet ta kemi ne me prindrit, se ata gjithmonë vinë të friksuar, gjithmonë që kjo frika nga vaksina, por ne mundohemi sa ma shumë i spjegu dhe rreth vaksinimit, sepse vaksinimi ka ekzistuar gjithmonë edhe tashti. Bile tashti kemi vaksinat edhe shumë ma të sigurta, ma të moderuara, dhe siguria vaksinimit. Vetë fakti që vijnë nga UNICEF-i, na nuk kemi nuk kanë shka më friku prindrit për këtë frikë. Veç shtoj edhe pak lidhur me rëndësinë e vaksinimit, gjithmonë topat të ndryshme ka pas dezinformata ose informata të gabueshme lidhur me vaksinimin e viteve 90 ka qenë e qëllimt për dikuj tjetër që ne, domethënë, shqiptarët të mos të vaksinojnë fëmijët, sepse është deklaruar se shkaktojnë sterilitet, dhe ka qenë një qëllim shumë ogurzi, mirë po i pasukseshëm për fat i tjerëve. Përmende doktor Hektor, kjo ka ndodhur para luftës, edhe një pjesë e nxënësave nuk është vaksinuar me vaksinë kundër fruthit, parotitit, rubeolës, sa që kjo ke rezultat pas luftës, atëherë vetëm u përhap fruthi, edhe rubeola, edhe parotiti. Patjetër, në ditë sotit flitet për autizmin si efekt anësor i kësaj vaksine. Unë apeloj për të gjithë prindërit që t'i vaksinojnë fëmijë, sepse vaksinimi e ka shpëtuar njerëzimin, gjithashtu edhe kombin tonë. Vetëm një publikim ka ndodhur gjëja se e bazuar në evidencë shkencore nga një amerikan shumë vite më përpara dhe mandej pas kritikave të mëdha të komunitetit shkencor mjekësor ai ka tërheq edhe ka shpoll si jo valid. Asnjë tjetër nuk ka që flet në favor të këtij misteri, kësaj dezinformate. Për herë të kohës ne po vazhdojmë. Zonja Puka e përmendet që ju shkoni në për vizita në tërë komunën e Gjakovës, kishte me qenë mirë publiku t'ja sqarojmë se ju I keni disa parime etike të cilat I respektoni që ta kenë qartë edhe tjerë që joni të obliguar edhe në bazë profesionit që keni që të runi edhe në shefësit eventuale, parësisht se jo jeni prezent në familjet të cilat shumë e vërtet. Janë mikpritëse për ju dhe ata duhen me ditë që ju shkoni aty vetëm për të mirën e tyre. E vërtet. Çdo profesionist shëndetësor duhet ketë parasysh etikat profesionale, duke përfshi fillimisht dinjitetin e nanës, dinjitetin e familjes, truhet konfidenca dhe të shkarkoj bagazhin profesional që e ka. Domethënë, çka do që flitet, çka do që bashkëbisedojnë bashkë, aty mbesen dhe nuk ka nuk del jashtë familjes. Domethënë, secila familje është ndryshe prej tjerave. Gjithmonë duke mos I paragjiku, gjithmonë duke mos I gjyku, për shkak se çdo fëmijë rritet në forma të ndryshme, rritet në kultura të ndryshme, duke I përfshi edhe ruajtjen edhe respektin e kulturave, kështu që profesionalizmi fillimisht duhet me qenë në nivel. Domethënë çdo profesionist duhet ketë bagazh profesional, etik, që të hap një derë. Është shumë e rëndësishme kur e hap, po është ende më rëndësishme nëse mbata e derë e hapur, se po doli një mos profesionalist për shembull që nuk I respekton këto rregulla, ajo derë mbyllet dhe nuk hapet më. Domethënë qëllimi jonë është që të hapim sa më shumë dyrë, që të çojmë edukim profesional, që të çojmë promovim profesional,
për të marrë një shëndet plot të fëmijëve dhe për nënat gjithashtu. Jo, përmendën se vizitat e juaja i përfshin disa parime apo disa tema kryesore. Kjo është kujdesi antenatal, domethënë para lindjes, edhe kujdesi postnatal pas lindjes. E vërtet. Të flasim pra cilat janë ato pika apo ato shërbime, çfarë do që të jenë edukim, promovim, të cilat i takojnë pjesës paralindjes apo fazës antenatore. Me thonë të vërtetën, me grashtat zana kemi një numër pak më të mangë, për shkak se nuk kemi edhe kujdesi parësor nuk posedon me një ginekolog konsultiv, por që në vazhdimsi kur marrim përmes bashkëpunimeve me spital, nëse qofshin ato qendrat e private spitalore që janë të ginekologjisë, atëherë zakonisht i marrim edhe japim edukimet e para, do të thonë për procesin e ruajtjes shtatzanisë deri në momentin e lindjes. Fillimisht edukohen për shëndetin e tyre, do të thonë duke marrë parasysh gjanat elementare që janë pjesa e ushqimit, pjesa e gjumit, pjesa e kujdesis për edemat mundshme, matja perimetrave, do të thonë hipertensioni, të gjitha të përfshira deri në momentin kur vjen procesi për me kry lindjen. Do të thonë prap pas lindjes i drejtohemi dhe ne dhe vazhdojmë pastaj me procedurat e pjesës këshillimores rreth ushqyeshmërisë fëmijëve dhe pjesës së gjendjes pas lindjes nanës, do të thonë që të shtohet prap kujdesja, dhe pse ka kry lindjen, duhet prap të kemi për kujdesje për gjendjen shëndetësore, do të thonë duke i marrë parasysh që janë gjakderdhjet e mundshme, hipertensioni, gjendja emocionale, gjendja fizike, kështu me radhë. Para se të dalim për një temë e cila është shumë e rëndësishme që të informojnë shtazanat, ato janë shenjat që tregojnë një shtazani të shëndetshme, pa ta dëshirë zonjën në bytyqe edhe njëherë ta pyes lidhur me vaksinim. A i kryni ju, a aplikoni vakcinat për në ato familje, apo vetëm i edukoni kur të shkoni në vizita shtëpiake? Jo, na nuk e kemi për detyrë se kemi ekipin duke ju falenderuar qendrës permanente të vaksinimit, falenderoj dhe menaxhmentin, dhe kemi një lidhje shumë të mirë me qendrën kryesore dhe një bashkëpunim shumë i mirë, por ndryshe na vetëm kemi për detyrë të informojmë rreth vaksinave dhe mbrojtjes dhe llojet e vaksinave. Por ndryshe ekipa vaksinimit shkon në përfshatra dhe ata kryejnë atë detyrë. Na bashkë me Adelinën vetëm kemi për detyrë për edukim sa më të mirë për mbrojtjen e fëmijëve me vaksina. E qartë. Atëherë shenjat që tregojnë një shtazani të shëndetshme dhe sfidat të cilat nënat mbas përvojës ju më së shpeshti i kalojnë gjatë kësaj periudhe. Shenjat e para janë ushqimi i shëndetshëm, përfshihet gjumi, aktiviteti fizik, janë edhe disa nga të vjellura të lehta, mirë po që mirën si normale, do të thonë nuk janë shqetësuese. Vazhdimisht duhet të keni një aktivitet të lehtë fizik, pa marrë parasysh cili do lloj qoftë, do të thonë nuk është e thonë që duhet patjetër me shku me bë gjim ose me bë në lloj të fitneseve, por që është e parapane dhe rekomanduar edhe prapë nga organizata botërore e shëndetësisë, ecja. Do më thotë të konsumohet sasi e ujit edhe të ketë ecje të vazhdueshme. Këto janë shenjat e para. Ndërkohë që i masim edhe perimetra të tjera, të marrë parasysh peshen dhe hipertensionin, do që të çojnë një shtatzani të shëndetshme dhe që të lejnë me kuptu që është u shku, do të thonë, çdo gjë në rregull. Patjetër që duhet të jenë edhe vizitat mjekësore të mjeku, sidomos të vizitat e para, dhe pastaj të monitorohet deri në momentin e lindjes. Zonja Puka, e përmendet rëndësinë e vizitave të mjekut gjatë shtazanisë, po më intereson, për një familje ose të një shtazan, sa herë shkonin brenda 9 muajve ose edhe në përgjithësi edhe pas lindjes? Po. Atëherë janë obligative 2 vizitat e para gjatë shtatzanisë, në mënyrë që me përcjell dhe me pa gjendjen e gruas shtatzan, por që nëse ka të nevojshme, se dihet që gjendja hormonale ndryshon gjatë shtatzanisë dhe e kanë masë të nevojshme ta kenë një profesionist shëndetësor përpara, edhe të komunikojnë lirshëm lidhur me problematikat që i rrethojnë.
Mirë po për atë arsye është edhe klasa në qendrën e mjekësisë familjare, ku ato e kanë janë të qatshme shumë ma lehtë, domethënë edhe i marrin shumë ma lehtë këshillat dhe i marrin ato informacionet e sakta për një shtatzani të shëndetshme. E kuptoj, faleminderit. Pra përkthehem te vaksinimi. Jo po ashtu shkoni 2 herë, si zonja Puka, apo shkoni më shpesh? Jo. Lidhur, a keni caktuar, është ndonjë protokoll se sa shpesh duhet shkohet, a shkohet vetëm një herë për një familje? Jo, unë kam... Si pjesë e vaksinimit? Si pjesë e vaksinimit. Unë me Adelinën e kam detyrueshme vetëm një herë në javë me dalë në vizita në shtëpi. Për arsye se nuk muj milion vendin e punës atje, edhe ajo është mjaftueshme. Në qatë periudhë kur shkojmë, mjafton. Si selektoni, zonja Puka, jo këto familjet, ku merrni informatën të kush më shku, apo ju lajmërohen vetë, apo keni kontakt numër? Më intereson këtë çështje. Duke ju falendëruar bashkëpunimit me qendrën spitalore, domethënë reparti ginekologjik na i transferon me njëherë listat në momentin kur gratë e kryejnë lindjen, edhe në bazë të asaj liste i kontaktojmë familjet edhe jemi direkt në familjet e tyre. Me qenë se është pak e mangë nuk është rregulluar edhe në sistemi elektronik që të kemi direkt këto informacionet e lehonave, atëherë e kemi bërë të mundshme, domethënë përmes spitalit, përmes spitaleve private që na mundsojnë të paktën një listë me datat e lindjes kur është kryer lindja dhe me numrat e telefonit. Atëherë momentin që vjen lista, selektohet, ndahen regionet, domethënë secila ka regionin e vet, edhe lajmërohen me njëherë familjet dhe ju caktohet vizita. Është shumë e rëndësishme që të kryen vizita 3 ditë e para, vizitat e para, për shkak se aty janë problematikat më të mëdha. Normal që nana ka që janë me lindje cezariane, kanë më me vështirësi pjesën e ushqyeshmërisë, ka që janë edhe me lindje normale, po janë disa problematika të çrregullimit hormonal që ndryshon gjendja pas lindjes. Edhe për atë arsye është shumë e rëndësishme që të kapen 3 ditë vizitat e para, domethënë që në fillim. Por që ka raste tash që edhe na kërkojnë vazhdimisht, domethënë, edhe pse nuk janë në listë, më njëherë kërkojnë se është bë publik sado kudo është njoft pak shumë si program, edhe fillon kërkesa vazhdueshme që të jemi prezent sa herë që ato kanë nevojë. Kuptoj, zonja Luka, unë shpresoj që rastet e refuzimit vizitave të juaja janë shumë të rralla, për arsye se është në dobi familjes me ju leju me vizitu, po a keni kësi raste edhe si vlerësoni cilat janë arsyet nëse ndodhin këtu? Kemi raste, për shembull, besoj që nuk kemi pas aq raste që na kanë refuzu, por nga njëherë ata me kanë ngulja din nuk dojmë i bo vaksinat. Për shkak të frikës. Për shkak të frikës. Dhe ne mundohemi sa më tepër të bindim për vaksinat, sa janë të mirë së ardhura. Ne dim që sa më mirë është më mbrojt, mi parandalu, se mi shëru. E kështu që ajo është motoja jonë, të shkojmë, të vizitojmë dhe të i këshillojmë. Patjetër. Deshta të shtoj edhe këtu dhe unë njëherë një javë të shkoj me Adelinën në për vizita në shtëpi, por kemi edhe një sesion dhe kemi klasën bashkë me Adelinën që i ftojmë nanat në klasë dhe atë puna në grup është një punë shumë e mrekullueshme. Do të shohim aktivitetet juaja, në disa foto keni sjellë shumë të mira, edhe do t'i komentoni së bashku, por përkthehem në periudhën para lindjes. Sipas mendimit juaj dhe këshillave të juaja, cilat janë ato para përgatitjet të cilat duhen t'i bëjnë nënat e reja para se më shku të lindin? Duhet përvillohet ndonjë plan apo jo? Po, duhet patjetër të jetë plani, domethënë përgatitet për kujdesit parësor, në mënyrë që ta kenë lindjen edhe më të lehtë. Duke marrë parasysh praktikat se si kryhet lindja, por ajo që kam ka bërë përshtypje më shumë është kur bëhet paketa që është e domosdoshme për lindje, gjithmonë e kemi vret një shishe të biberonit.
Edhe kur i pyes pse duhet kjo, se çka duhet kjo, thotë duhet patjetër se fëmia është untë dhe duhet mi dhon me njerë qumsh, se nashta nuk kam qumsh gjiri. Këto janë problematika dhe sfidat ma tepër që përkupojnë edhe printëri, po dhe neve na detyrojnë si profesionistë shëndetësor që t'i bindim që nuk është mos e nevojshme ajo, për shkak se çdo femën që lind është edhe pjesa e gjithëdhënies. Edhe ajo ka qenë një sfidë dhe një problematikë kështu ma shpesh, dhe një dukuri e shpesh kështu të printëri. Paketa duhet jetë patjetër me gjanat e nevojshme, ato specifike që janë, sidomos për pjesën e foshnjës, do të thonë edhe për pjesën e nanës. E kuptoj. Flasim pak për periudhën pas lindjes. Më intereson roli juaj si ekip në këtë periudhë. Cilat janë ato problemet shëndetësore në aspektin psikologjik edhe fizik të cilat atakojnë më shumë lehonat. Dhe kjo një pyetje bukur. Si duhet menaxhohen, si mas mendimit juaj, dhe cilat janë ato sinjalet alarmit, them ashtu, për të cilat ato duhen me patjetër të kërkojnë ndihmën mjekësore. Po, shumë e vërtet. Kemi pas shumë raste kur edhe neve si profesionisht na është desht me marrë ekstra trajnim profesional se si mu qas me ato raste. Kanë qenë raste të rona, beso që ishte për këtë qardi, për shkak se është desht me njëherë me vode referim. Zakonisht kemi bashkëpunu me mjek familjar, dhe më thonë kemi bo dhe vizitat përmes mjekut, edhe ka vërtetu mjekut që duhet patjetër me vode referimin. Ndryshon gjendja emocionale tërësisht. Kemi pas raste kur nana nuk ka dëshiruar me majt fëmijën në dorë. Kemi pas raste për shembull kur nuk është s'ka deshur me kontaktu me asnjë antar të familjes. Do të thonë ka raste ndërmjet të ndryshme. Por që ne si profesionistë tash duke i marrë dhe përvojat e tjera të fushës psikologjike, nga psikolog klinik, kemi arrit që ti monitorojmë me një farë forme që ti ulim ato simptoma, si ta quaj kështu më thjesht, edhe duke i përdorur disa teknika të frymëmarrjes, duke e qetësu nanën, do të thonë duke afru bashortin afër për shkak se vetë dora një çiftit, një bashortit në cepin e krahit nanës, do të thonë jep një qetësim të gjendjes shpirtërore dhe gjendjes emocionale. Është një gjashtë shumë e rëndësishme, nuk është prek deri në vitet e më parshme, por qatë tash e tutje jemi vazhdimsi duke punu edhe këtë pjesë. Edhe besoj që është shumë serioze, edhe besoj që duhet mirret parasysh shumë ma shumë kjo pjesë të pjesa e lehonave. Unë mendoj që komunikimi juaj, kontakti juaj, besimi i familjeve dhe i nënave që kanë te ju, në vetë faktin që ato pranojnë që ju të shkoni në familjen e tyre, është e bën diferencën dhe shumë e rëndësi besimi dhe ju jeni të bëjë një punë shumë të mirë në këtë aspekt. Dhe në ty që po të dëshirë ta marrni mendim të juaj lidhur me mënyrat e reja të ballafaqimit me këto faza të jetës, ta quaj ju vetë jeni nana dyat dhe a mendoni që kanë ndryshuar situata për të mirë në kuptimin e nivelit të edukimit shëndetësor krahasuar me në të kalumen, se unë nuk e besoj që ju keni pas vizita të tilla dhe kur ju keni qenë shtatzana ose pas lindjes, dhe a mendoni që me të vërtet është një situatë më favorshme për nënat e reja se sot që kanë qenë? Faleminderit për këtë pyetje shumë të qelluar. Bile shpesh me Adelinën na përmendin pse na nuk e kemi pas këtë fat, sikur tash këto nona të reja, se përndryshe për këto shumë është ka afrohet një mundësi shumë e mirë për mbështetje, sidomos emocionale, sepse ju e dini që pas lindjes është një ndryshim i madh hormonal te nana të reja dhe aty është një, si më thonë, një vulkan në trupin e tyre. Kështu që kjo vizita tona në shtëpi për këto nana janë shumë të mirë së ardhura, se aty shohim një traumë normal, se trauma njëherë shtatzania si do të shkoj, pastaj si do të shkoj lindja,
dhe pas lindja, rritja fëmis, dhe për ata, për këto nëna të reja është një diçka e re, dhe gjithmonë thojnë si do ta arris këtë fëmijë. Dhe na marrim shumë normale dhe i thojmë që edhe japim krejt kohën për kraje dhe i tregojmë sipas përvojave tona që edhe ne i kemi kalu, edhe ju keni kalu ashtu si çdo nën tjetër. Dhe me të vërtet është një mbështetje shumë e madhe të këto nana. Dhe bashkë me Adelinën e bojmë një mbështetje profesionale për si të kujdeset dhe gjithmonë e kanë atë dyshimin a moj mi japë me gji. Sa ato krejt kohën jo nuk kanë. Janë me dyshje vazhdimisht. Gjithmonë janë me dyshje. E ju favorizoni në mënyrë. Po, patjetër. Dhe gjoj nanës, do më thonë, është i pazavendësueshëm. Dhe formula këta janë mundu edhe shkenca që thoni i ka qut durt, që ata ka ndasht mi bo një formulë si gjoj nanës, po nuk është arrit. Edhe shumë mirë që s'është arrit. Mos më përzi shkenca në çdo lami ose në çdo punë të natyrës ta quajmë. Atëherë, erdhëm deri te vlerësimi të posalindërve. Do thotë jo gjithë posalindërit lindin në njëjtën kohë, disa lindin me vështirësi, varësisht edhe prej lindjes, lindjet ka mundën me qenë pak më të zorshme, nënat jo gjithmonë janë të informuar saktësisht se çka duhet bëhet. A ka ndonjë protokoll të kujdesit ndaj posalindurit, të cilët ju e preferoni ose edhe ju tregoni të tjerëve? Fëmia vlerësohet, do të thonë çdo foshnjë pas lindjes vlerësohet për shkak se ekziston checklist, do të thonë atë bëhet një monitorim i vlerësimit, po ekzistojnë edhe formulare të cilat e mbajnë një arkiv, një dokument ku ruhet, do të thonë edhe përcjellet që prej fillimit deri në moshën e 3, për shkak se programi përcjell rritjen dhe zhvillimin e foshnjës 0 deri në 3 vjet. Edhe ato në vazhdimsi, do të thonë matët pesha, perimetri kokës, perimetri gjoksit, gjatësia dhe kështu me radhë, dhe i shoqërojmë ajo në përputhshmëri njëra me tjetrën. Duke ju falendëruar UNICEF-it, ata kanë mundsuar, do të thonë bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, e kanë mundsuar një instrument monitorues për rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve qysh në moshat e hershme, që është GMCD. Do të thonë është i standardizuar, do është i ndarë me disa domene ku shohim, do të thonë, a është fëmia në rritje në përputhshmëri me moshën që ka. Ai përket moshës që ka. Është bërë një punë e mirë, do të thonë që është shtu edhe një pjesë e vlerësimit. Shumë mirë. Po më intereson për shenjat e rrezikut, a janë mjaftueshëm të informuar cilat janë ato shenjat e rrezikut te fëmijët, për të cilat duhet kërkohet ndihma profesionale? Duhet lënë hapësirë për edukim këtu, se nuk mendoj që janë të njoftuar për shenjat e rrezikut, por që në vizitat tona, do të thonë, e shpjegojmë cilat janë mundësitë që duhet të ketë, cilat janë mundësitë që duhet parë rrezikshmëritë, por që me vizitat e para që e thashë në fillim, do të thonë janë obligative, atëherë jemi në bashkë, do të thonë në bashkë punim me prindërit dhe i shohim, do të thonë, a janë të mundshme, a nuk janë të mundshme. Janë ngjyrat e lëkurës, shenjat vitale vrehen për shembull, por një prind nuk e shen mënyrën se si e shen një profesionist shëndetësor. Edhe për këtë arsye atëherë bashkë me mjekun familjar, nëse është nevoja, dhe bëhet referim. Atëherë erdhëm te një pyetje që ka të bëjë me jo vetëm me nëna, por ka edhe për baballarën. Në të kalumen, për fat të keq, baballarët kanë menduar që mjafton vetëm kujdesi nënës ose vetëm vetë kujdesi i shtatzanës për me pas një shtatzani të shëndosh edhe mandej fëmijë të shëndosh, po për fat të mirë situata ka ndryshuar, se shpresoj që është duke ndryshuar edhe te ne, sepse baballarët kanë marrë rol pak më të rëndësishëm këtë aspekt, si për kraje edhe mbështetje për bashortën e vet. Tash, a shihni këtë dallim, domethënë a kanë marrë një rol më aktiv
edhe babalart, apo akoma nënat janë ato të cilat duhet mirë me gjitha? Programi e parasheh përfshirjen e baballarëve, është shumë e vërtet, mirë po në fillimet e para kemi pas pak të përfshirë. Por tash me qenë se edhe është hap klasa për prindërim, do të thonë aty është rrit pak interesimi. Për shkak se punojnë, janë me një orar gjatë punës, do të thonë nuk po kanë mundësi shumë ma shpesh marrë, po të paktën një mundësi e gjejnë që të marrin edukim të vazhdueshëm për mbështetjen e nanës apo gruas shtatzanë. Më kujtohet një rast me një prind kur thot Adelin më trego se çka duhet me dhonë ose çka duhet me bëj më tepër për fëmin tim. Edhe unë i tham që ti e pakta që mundesh me dhonë është jepja kohën. Për pjesën tjetër nuk është me rëndësi shumë koha që ti jepet, që të ndahet prindërimi, domethënë përmes nanës edhe për babas. Patjetër. Thjesht am lidh se mu kur të vinë në vaksinim, i vaksinu fëmijët, zakonisht vinë nana dhe baballarët. Dhe momentin kur dojnë mi vaksinu fëmijë, nanat ja arshojnë babave. Dhe thonë jo, ti se unë e bë... Po, nga aspekti emocional, se nana thotë, unë e mjaft, kum hek gjatë shtatzani, se tash në këtë moment këqërë tash ti, edhe vaksino, edhe ato nana dalin jashtë, edhe baballarët e mo. Po, mu po më pëlqen bashkëpunimi shumë i mirë mes dy prindve. Si nga ona nonës edhe babës, janë shumë në mirë kuptim njëri me tjetrin. Edhe kujdesi vazhdimisht edhe i baballarëve është me të vërtet për shumë për të mirë ka ndryshu. Shumë për të mirë ka ndryshu. Edhe kjo është për të lavdruar se me të vërtet është shumë rëndësi që kujdesi të jetë i përbashkët, edhe për vika shumë mirë që ju edhe ju keni këtë vlerësim se ju ballafaqoj çdo ditë me këto relacione. Atëherë, po ata në plan me qenë pak ma kritik për baballarët, po si duket pas në hapësinë edhe atëherë kokën më shumë në rregull, për vika shumë mirë. Kanë qenë zakonet edhe mitet ma herët, shumë ma përpara, kur e dini prind tjetër kur ka thonë që unë e kisha mall me shku dhe me përqafu babën tem, për shkak se ka qenë s'ka qenë zakon me përqaf edhe me përqafu dhe në anën tjetër nuk kemi pas të drejt me i thonë bab, e kemi thirrë në emën të agjë ose në emën të tjetër kuj. Dhe më thonë, kjo është një mësim për ta që mos gabojnë me fëmijët e tyre. Po, patjetër. Jemi ka fundi një pjesë zyrtore, po ta dëshirë para se ti interpretojmë edhe fotot të cilat e keni sjell, të flasim për llojet apo mënyrat më efektive për të edukuar prindërit të ri. Janë mënyra të ndryshme, vizitat shtëpiake të cilat ju i kryni, trajnimet në grup të cilat po ashtu ju i kryni, platformat online. Janë alat të edukimit, platformat online, kuptimit, informatat të cilat mirën prej burimeve elektronike, apo është një kundërshtim me ato që ju i bëni? Po, mendoj që janë relevante, që të trija, mirë po që të jenë të sakta, UNICEF-i ka hartu një platformë, Folea, të cilën kanë të drejtë të qasën çdo nanë, në mënyrë që të marrin informacione të sakta profesionale të bazuara nga organizata botërore shëndetësisë. Dhe më thonë, momentin që regjistrohet, ajo është një program që të notifikon vizitat se kur duhet jetë të mjeku, për kalendarin e vaksinimit, dhe më thonë të njofton se kur është radha që fëmija ta merr vaksine, është një qasje shumë e lehtë dhe pse është edhe online. Prezenca fizike po se po është mas e domosdoshme, për shkak se thash që është kontakti direkt fizik edhe praktika është në mes, dhe më thonë se sa do të merë informacione, sa do të merë teori, mungon praktika. Po kur jemi bashkë, atëherë edhe praktikohet është shumë ma lehtë, dhe më thonë edhe për nanën në rritjen dhe zhvillimin e vetës. Atëherë ju jeni me puna, jo veç me këtë punë shtëpiake, i më rrini gjitha, erdhëm të disa aktivitetet juja, të cilat e keni do t'i prezentojnë fakt me foto. Lus Ergjin fotot si pas rendit.
Programi për vizita në shtëpi ka bashkëpunim, sidomos edhe me institucione tjera. Në këtë rast kemi bërë një bashkëpunim edhe me komunitetin Roma Ashkali Egjiptian, e cila është Concordia, do të thonë me të cilat gra punojmë së bashku. Në këtë klasën që kem për prindërim, do të thonë për të përmirësuar njohuritë, për të marrë edukime të vazhdueshme, kemi ftuar gratë shtatzana për të potencu, do më thonë, edukimin për të pa aktivitetin fizik, edhe për pjesën e ushqyeshmërisë, për paketën e lindjes, do më thonë, këtu në përgjithësi marrim edukime të vazhdueshme. Qysh organizohet? Po, janë datat e caktuara, terminet e caktuara? Faktikisht jemi me koordinatorën e Concordia, caktojmë datën, ditën, edhe bashkë me, do më thonë, bashkë organizatorja, vinë në qendrën tonë, edhe fillojmë fillimisht teoritë e para i marrim të edukuesit që janë. Pastaj fillojmë edhe modelimin e aktivitetit fizik, se si ka mundësi me u krye dhe aktiviteti fizik, do të thonë me ushtrime të lehta. Qofshin karrika ose qofshin në këta topat plastik që janë për aktivitet fizik. Faleminderit. Foto tjetër? Kjo foto tregon bashkëpunimin e nanave në mes të përvojave të tyre. Do të thonë, se cila nan jep përvojën e vet, në mënyrën se si ka kry lindjen ose si ka marrë fëmin me ushqy me qumshgjiri, ose se cila tregon mundësit dhe pa mundësit e tyre, por në fund bashkë, do të thonë jemi dy facilitatorë, dhe në fund bashkë në konkludim marrim se cila është më e mira për rritjen dhe për zhvillimin e foshnjës. Vazhdojmë me foton tjetër? Kjo është shumë e bukur. Arsyeja pse na ka detyruar neve që të formojmë aktivitete me kushte ambulantore, që t'ju japim modele dhe familjeve që aktivitetet mund të kryen edhe me kushte shtëpie, ka qenë kur kemi shku me një familje, ka qenë një familje 6 anëtarëse, do të thonë kanë qenë 4 fëmijë, mosha të vogla. Edhe në momentin kur e lusë që të bën aktivitet me fëmijët, që mos të mesin fëmijët në rrugë ose mos të mesin fëmijët pa zhvilluar ndonjë aktivitet, thotë unë nuk kam mundësi me ble lodra. Do të thonë nuk është vetëm lodra që zhvillon një fëmijë, ki mundësi me bëu edhe me një laps edhe me një letër edhe me një parë gërshër, kështu që të fokusohet më tepër aktiviteti. Për atij momenti kemi vazhdimisht, do të thonë i bëjmë të gatshme dhe ju japim si model në secilën familje, edhe i ulim problematikat e familjeve që nuk e kanë atë mundësi, për shembull, për të zhvilluar aktivitete. Foto tjetër? Këtu është bashkëpunimi me qendrën emergjente. Në momentin kur kemi shku, do të thonë është vizitu kjo familje, ka qenë nana me hipertension. Nuk ka pas shenjat që i kanë treguar që është ndonjë shqetësim, por në momentin që kemi bëu matjen e tensionit ka qenë shtypja lart e gjakut. Ju i keni thirrë urgjencë? Me një herë kam thirrë ekipin e urgjencës, do të thonë janë ardhur dhe kanë marrë, kanë trajtuar dhe kanë çuar me një herë në repartin kardiologjik për shkak se ka qenë krizë hipertenzive, por që është trajtuar me terapi dhe është kthyr mandej shëndosh në shtëpi. Do të thonë e mira e programit është që të qenë direkt e sheh, zbulon edhe shpëton. Patjetër. Foto tjetër? Programi parasheh familjen dhe ambientin se ku jeton. Në këtë rast kemi qenë në fshatin Shqipon, bashkë me 2 kolegët e Shqiponis dhe Cermianit. Kemi shku me bë vizitë në këtë familje, dhe përveç se kemi gjetë një familje të pavaksinuar komplet, ndërkohë që kam pa që këtë shtëpi, për shkak se ishin në gjendje ekonomike shumë të rëndë, por nuk kishte banjo. Do të thonë një shtëpi me një dhomë aty dhe nuk kishte banjo. Ndërkohë që mos me qitë në pozitë keq që familjarin kërkoj banjo, thotë a ka mundësi me la dur dikun, thotë jo nuk kam banjo këtu ose laj atje poshtë e bunari. Po mire, fëmijët ku lahen këtu, na drejton thotë në këtë formë këtu, në këtë pjesën shtesë që është. Beso ka qenë një gjendjet me ruse, edhe automatikisht o jam lutë që do ta ngrish zanin derisa nuk kam forcë më, edhe kam thirrë me një herë shoqatin Bereqeti, që i falenderoj shumë, si dhe është një shoqate e bashkimi femnave gjakovare quhen
që kanë një grup masiv të grave që janë edhe në diasporë. Domethënë kjo ka qenë data 8 tetor kur kam bë thirrje për me ndihmu këtë familje, me 28 nëntor, domethënë është rregullu shtëpia, është bë me një shumë e vërtet, është bë me banjo të re, me të gjitha gjanat e reja, gjë që ka qenë një kohë rekorde. Domethënë 8 tetor, 28 nëntor janë dorëzuar çilcat e kësaj familje. Unë i falenderoj shumë për mbështetjen që kanë dhënë, për shkak se ta mbulosh një familje me një strejmore të sigurt, është një gjë shumë e madhe dhe është shumë humane. Programi e ka një logo, thot, e pamundura kthehet në të mundur, do të thonë ka bën një mrekulli të madhe edhe në mbështetjen e familjeve në nevoja, sikur se është edhe njëra ndër këto familje. Juve ju lumë për iniciativën se pa këtë iniciativë një gjë e tillë do të ishte e pamundur. Jemi pothuajse kretë në fund desht ta t'ju pyes zonja Bytyqi. Edhe një herë për ata që kanë interes t'ju kontaktojnë, cila është mënyra më e lehtë vinë në kontakt me shërbimin e juve? Po, shumica e prindëve vinë se dhe aty kemi afër dhe në Orize, se na jemi të ndarë në disa punkte në Gjakov, është punkti Ernikut edhe të më thonë që me fë Erniku, që me fë Orize, dhe bashkë me Adelinën kemi informacione dhe Adelina jep informata rreth për më kontaktu mu për shkak për vaksina, kështu që nuk e kemi fort të lashe për informim. Qasjen e kanë të letë, e kanë, se këtu në Gjakovo bo një punë shumë e mirë që dhe prindve t'ju ofrohet sa më afër ta kenë edhe qendrën e vaksinimit për t'i vaksinu fëmijët. Kështu që dhe atë vinë marrin informatat e vazhdueshme. A keni diçka të shtoni për këtë pyetje? Telefonet diçka nuk ka, po veç kjo është mënyra. Po. Kjo është që e tha të Uta, do të thonë edhe pse tash është një oftalama tepër, do të thonë se dita ditës i tregojnë njëna tjetër, do të thonë një oftalama tepër e programi. Atëherë edhe çësia është shumë e lehtë edhe për marrë deri te kontakti jon për të pas kontakte të vazhdueshme. Profesionale. Mesazhi për fund. Programi për vizitat në shtëpi nuk është vetëm shërbim, mendoj që është një mbështetje e fortë emocionale, sidomos te nënat pas lindjes, me që zakonisht i nxjerrim pikat e forta dhe pikat e dobta, por na ka dalë shumë a shumë kjo pjesa kur është mbështetja që duhet patjetër të jetë te nënat. Kështu që dyert janë të hapura, mos ngurrani, mbani dyert të hapura për shkak se jemi aty kur ju keni nevojë. Edhe mesazhi im është ashtu që nënat e reja ne jemi të gatshme gjithmonë për to. Si nga ana mbështetjes për gjithanje, ashtu edhe të mbështetjes për vaksinimin e fëmijëve, që të kemi fëmijë sa më të shëndosh dhe t'i mbrojmë nga sëmundjet e rënda gjithëse. Shumë faleminderit për informatat që i morëm nga ju, për motivin që keni me punu për kundër gjithë këtëne viteve që kanë kalu duke punu në shëndet primar, besoj që kretë kohën, po si do që tjetë në shëndetësi, po se po. Tash prason ja, me qenë se punojmë edhe bashkë, ju përveç jeni shumë të motivune edhe altruistë në kuptimin që keni shumë dëshirë të ndihmoni tjerëve, e keni edhe ta quajni një komponent tjetër që luftoni shumë për drejtat e juaja, sidomos për gjenisë juaj, po dhe drejtat e juaja si punëtore. Për çka unë mendoj që është tepër rëndësishme që e bëni parasysh se në këtë mënyrë ju shtroni rrugë edhe gjeneratave tjera që kanë më ardhur. Tash jo gjithmonë në aspektin emocional ne jemi të balancuar, sidomos në ato raste kur vren që situatat lidhur me pozitat e femrave nuk janë në shoqëninë tonë, në këtë rast edhe nënave nuk është, apo nuk janë ashtu si ne mendojmë. Si ju dyat, pyetje për dyat, pra, si e balansoni në aspektin emocional e profesional në ato raste kur mendoni
që në ndonjë familje me të vërtet nuk është situatë edhe aq e mirë në këtë aspekt. Kemi pas edhe nga këto raste, për shembull, ka qenë një nën ku nuk është trajtuar mirë edhe nga familja. Ka qenë raste tjera kur kanë bizotëruar zakonet dhe mitet e vjetra, domethënë duhesh patjetër, domethënë kanë dominu gjanat e detyrueshme, të domosdoshme se si edukon familja. Patjetër që prezenca jonë e zbut situatën, patjetër që nana kur kthehet në klasën për prindërim, domethënë bashkë me bashkëshortin, fillon edhe e ka shumë atlet për shembull komunikimin, e shes situata se si duhet të jetë, si duhet ndodhë, domethënë duke ja anashkalu disa nga zakonet më të ndryshme që kanë qenë, sidomos te pjesa e lehonave që ka qenë mit i zakonshëm, sidomos në vendin tonë, që mos të përdoret uji, po të përdoret boza obligative të jetë në vendin e parë. Domethënë gjë që është shumë e gabueshme, po. Ose të detyrohet nana që të merr ushqimin për shembull për 2 vet, ose domethënë gjithmonë kanë qenë detyrimet që kanë përcaktuar një nanë se çysh duhet veproj. Por që në vazhdimsi kur jemi bashkë, domethënë kemi me klasën në prindërim, kemi kontaktin e bashkë, mendoj që të i kalohen shumë ma lehtë dhe kanë të drejtë rrisin foshtin ashtu si din vetë. Po, edhe bashkë me Adelinë kemi hasë kështu të dhe në për familje që kanë ndërhy edhe vjerat, kanë ndërhy të tjerët edhe kështu që na jemi mundu sa ma shumë që mësë më pasë ndërhyrje. Edhe nanave kemi thonë dëgjo vetë vetën, nuk ka nevoj, pa marrë parasysh, ti mund është mi dëgju ata sa të tush, po ti vepro si pas udhëzimeve. Dhe kjo ka ndiku shumë mirë dhe përkrohen gjithmonë edhe kemi shku dhe bashkëpunim me bashkëshortin dhe edhe bashkëshorti ashtu të ka qenë përkras dhe kjo ka ndiku shumë mirë në zhvillimin, në gjithanje, në gjendjen emocionale dhe unë po them, kjo është një punë shumë e përkryer që është duke u bërë vizitave në shtëpi. Dhe unë ndina shumë e kënaqur që Adelina më ka ftuar me shku në vizita në shtëpi, sepse aty ku më pa shumë të mira edhe çka kemi pas edhe me plotësu. Atë për këtë në fund mbetet mua dhe gjithë besoj që ju falenderoj për punën e ju të palosshëm për kontributin të cilën e zhvilloni çdo ditë në terren dhe jo vetëm në terren, po edhe aty ku punon në institucione për të siguruar që pjesa më e rëndësishme e një shoqërisë që nënat dhe fëmijët marrin kujdesin që meritojnë. Unë shpresoj që me informata edhe më të mira, edhe më të reja, do të përballemi kur vje koha në ndonjë emision të radhës. Ju falenderoj shumë, doktor rektor, për mundësinë që jep të gjithë infermierëve për të dalë në pa puna se cilit infermier, për të vlerësu punën që bëhet, domethënë sidomos kjo pjesa e punës në komunitet, për edukimin edhe sidomos për promovimet që bëhen në vazhdimsi përmes kujdesit parësor. Faleminderit me gjithë zemër. Faleminderit edhe juve. Atje për kretën fund, një thënie, e cila thot, asnjë shoqëri nuk mund të quhet e zhvilluar nëse gruaja brenda saj nuk gëzon dinitet, barazi dhe mundësi të barabarta. Ndërkohë dhe gjithmonë ta ruajmë shëndetin ton, në radhë parë trupin dhe mendjen. Na kaq patëm për sonte, bashkë me pafshim. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë.